Të nderuar pjesëmarrës që keni ardhur në këtë aktivitet. I nderuar lartësia juaj Princi Leka i dytë. I nderuar kryetari i lëvizjes së legalitetit, Zoti Shpëtim Axhan. Mirë se keni ardhur. Jemi mbledhur sot këtu për me vlerësu disa prej figurave që kanë lënë shumë mas pikatuna për qytetin, por edhe për qarkun e Shkodrës, të cilët personalisht dhe familjarisht për gjatë një shekulli të tërë kanë kontribuar në kauzën mbretërore për me formu një shtet shqiptar, si dhe deri në ditët e sotme për rikthimin e reformës qeverisë mbretërore. Ju ftoj gjithëve të qohen në kam edhe ta fillojmë këtë aktivitet me himnin kombëtar dhe më pas do shohim një video dokumentar i cili i kushtohet triumfit të legalitetit. Dhjetor 2024 mbushen 100 vite që prej ditës së triumfit të legalitetit. Kjo ngjarje unike në historinë e shtetit shqiptar ishte pjesë e festave zyrtare deri në vitin 1939. Flasim për kohën e artë të mbretit Zogu i parë, i cili ishte edhe arkitekti i triumfit të legalitetit. Kjo datë kremtohej e nderohej prej të gjithë shqiptarëve në të gjithë vendin, pavarësisht heshtjes zyrtare. E vërteta është se triumfi i legalitetit është një arritje madhore historike. Në morinë e ngjarjeve dhe datave, 24 dhjetori shënon një kulm të paarritshëm. Triumfi i legalitetit është rasti vetëm në historinë tonë kur shtetarët e kohës ja dalin të mbrojnë dinjitetin e shtetit dhe të kthejnë rendin kushtetues. Ky përfundimi i historianëve dhe studiozëve të mirëfill të historisë së shtetit shqiptar mbështetet nga faktet historike, burimet, arkivat e vendit dhe të huaja. Por si rrodhen ngjarjet që i paraprin triumfit të legalitetit? Më 27 dhjetor 1923 u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme për kuvendin kushtetues.
Pas përfundimit të votimeve, dolën 3 grupe deputetësh, nga të cilët asnjëri nuk krijonte dot qeverinë. Ahmet Zogu, kryeministër në detyrë, arrin të krijojë një aleancë mes Partisë Popullore, e cila kishte shumicën relative, dhe grupit independent të Ilyas Vrionit. Opozita e kohës, si Luiç Gurakuqi, Fanoli Avni Rostemi, e ndjeu se iku shansi për të qeverisur. Prandaj, nuk humbi kohë por nisi menjëherë aksionin për të marrë pushtetin në mënyrë të palishme. Së pari, organizon një atentat politik brenda sallës së parlamentit, me qëllim eliminimin fizik të kryeministrit Ahmet Zogu. Atentati rezultoi vetëm me plagosjen e kryeministrit. Pas kësaj ngjarje, dha dorëheqjen më 25 shkurt 1924. Në krye të koalicionit qeverisës, u vu një politikan tjetër me përvojë, por as kjo nuk i pëlqeu opozitës. E për këtë, kjo opozit përdori të gjithë influencën dhe lidhjet e tyre në radhët e ushtrisë për të nisur një rebelim ose puç ushtarak. Ishte maj i vitit 1924. Historiografia komuniste ka etiketuar atë ngjarje si revolucioni demokratik burgjez. Ende sot, fosilet e komunizmit e quajnë revolucion, atë rebelim, të ngjashëm me pronunciamentot apo Marcia su Roma të fashistëve të Mussolinit në Itali. Në 10 qershor 1924, opozita e kohës erdhi në pushtet me një skenar tipik bolshevik. Për t'i arritur qëllimit, pra ardhes në pushtet me çdo kusht, ajo opozit konsumoi aktet më të rënda për një forcë politike. Përdosi ligjet e shtetit dhe verdiktin e votës, krijoi akte të mirëfillta kriminale, përzieu ushtrinë me politikën, deri tek dënimi e masakrimi i kundërshtarëve politik. Ndër aktet kryesore të natyrës juridike që ndërmorën pseudo-revolucionarët e 1924-s, ishte shpërndarja e parlamentit e 27 dhjetorit 1923, rrëzimi i regjencës dhe shkarkimet e ushtarakëve të lartë. Të gjitha këto ishin vepra penale që cënonin rënd ekzistencën e vetë shtetit shqiptar. Por ky pushtet i ri, që mund të etiketohet pa frikë si prekursori i komunizmit në Shqipëri, nuk u njoh nga asnjë shtet tjetër, me përjashtim të Greqisë dhe sidomos të Bashkimit Sovjetik. Kryeministri i zgjedhur me short ishte Fanoli, ndërsa në Tiranë vjen instalohet ambasadori sovjetik, shoku Krakowiecki, së bashku me misionin diplomatik të përbërë nga 40 vet. Ky akt alarmoi qeveritë europiane, të cilat ndjen rrezikun bolshevik të u vinte në derë, prandaj nxituan të veprojnë dhe të kërkojnë që ish kryeministri Ahmet Zogu të kthente rendin kushtetues. Siç dihet tashmë nga historia, Zogu shfrytëzoi maksimalisht situatën ndërkombëtare dhe organizoi një operacion që hyri në histori me emrin Triumfi i Legalitetit. Aksioni për të përzënë ilegalet që kishin zaptuar Tiranën u zhvillua nga 5 pika të ndryshme hyrëse të kufive të vendit. Sulmi i parë filloi në jug të Shqipërisë, ku Myfit Bej Libohova, në krye të forcave zogiste, futet në Kagavi, nga Kafshtica hyn Koço Kota, nga Qafthana bën punën e vet, Selaudin Bloshmi, nga Podgorica niset e pastron Shkodrën, i famshmi Musa Juka, ndërsa peshën kryesore e ka vet Zogu, i cili hyn nga Bllata në Tibër dhe për pak ditë, duke ndjekur përgjithsisht rrugën e Arbrit, kthehet në Tiranë, pa shkaktuar viktima dhe mes entuziazmit mbar popullor. Zogu tregoi edhe një herë shpirtmadhësinë e tij, duke mos kryer kurfar hakmarrje ndaj rebelëve, duke dhënë edhe një provë tjetër gjenialiteti si politikan. Ai urdhëroi që vetëm të çarmatosin forcat kundërshtare, t'u jepnin për të ngrënë dhe t'i nisnin për në shtëpi. Qeveria e Fanolit dhe pasuesit e saj u larguan në Vlorë dhe që andej ikën në Itali, ku sipas shtypit të kohës kishte marrë nga arka e shtetit 126.376 franga ari. Ky operacion i përgjithshëm u kurorëzua më 24 dhjetor 1924 dhe shënon triumfin e legalitetit. Kjo ngjarje madhore vlen të kujtohet si fitore e ligjit mbi paligjshmërinë, si fitore e demokracisë
mbi diktaturën, si fitoria detarëve shtendërtues, mbi të ashtu quajturit revolucionar, dhe së fundi, si fitoria legalistëve mbi rebelët. Ahmet Zogu në krye të pushtetit ndoqi rrugën e paqëtimit. Më 20 tetor 1925 shpalli faljen e përgjithshme dhe më 19 shtator 1928 shpalli një tjetër amnisti për të arratisurit politik. Shumë nga kundërshtarët e tij, Zogu i ftoi të kontribonin për konsolidimin e shtetit shqiptar dhe jo pak prej tyre erdhën në Shqipëri, duke marrë poste të niveleve të ndryshme, duke filluar nga ministra, deputetë e tjerë. Triumfi i legalitetit erdhi në një kohë kur përpjekjet e shqiptarëve për të bërë shtet ishin në hapat e para dhe vështirësitë ishin të panumërta. Kjo lëvizje frymëzohej prej idealeve të rilindjes kombëtare shqiptare. Ajo ngjarje historike duhet të na shërbejë gjithmonë si një referencë prej së cilës legale dhe nacionalistët shqiptar janë frymëzuar, kanë ndërtuar ideologjinë e tyre dhe kanë gjetur motivacionin e aksionit të tyre politik. Në shtypin e kohës, thuaj ndër të tjera, veprimet e legalistëve ishin të qarta dhe konkrete, zhdukja e anarkisë, kaosit vllavrasjes, zëvendësimi i tyre prej qetësisë, paqes dhe vëllazërimit, organizimi i shtetit dhe reforma shoqërore. Edhe sot, 100 vjet më pas, kemi nevojë për të njëjtat gjëra bazike. Prandaj det dhe mësimet e triumfit të legalitetit janë më konkrete se kurrë. Rrof kujtimi nacionalistëve shqiptarë që dhanë jetën për kombin, lavdi emrit, figurës dhe veprës së mbretit Zogu i parë. Ky dokumentar tregon forcë, tregon nostalgji, po të njëjtën kohë ka dhe shumë persona që sot nuk janë më mes nesh. Prandaj ju lutem, kisha dashur 1 minutë heshtje për gjithë ato persona që sot nuk janë, por që kanë lënë shenja dhe kanë bërë shumë për vendin tonë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Me kontributin e pandërprer të legalistëve ndër vite, në ndritimin e figurave të ndryshme, janë rujt me dinjitet, si vlerat, ashtu edhe identiteti programor i kësaj partie. Kam derin të ftoj për fjalën e tij përshëndetëse, kryetarin e Partisë së Lëvizjes Legalitetit, zotin Shpëtim Axhami. Zemra mal në këtë auditor, normalisht nuk është edhe e lehtë të flasësh përpara Shkodrës dhe shkodranëve, përpara jush që dihet se ç'farë familje përfaqësoni. Të i nderuar natësia juaj mbretërore, princi kurorës Lekaj 2, të nderuar zonja dhe zotrinj, familjarë që për një shekull shkruan histori, i nderuar zoti Tet Kopliku, të nderuar drejtues e përfaqësues të Partisë Lëvizja Legalitetit, miq të çmuar. Sot kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të jem mes jush në këtë qytet të bekuar nga historia, besimi dhe fesnikëria. Ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj dhe për pritjen e ngrohtë që jep kuptim dhe vlerë këtij takimi. Pak muaj më parë, Shqipëria përkujtoi 100 vjetorin e triumfit të legalitetit, një nga momentet më të ndritura të historisë tonë kombëtare. Për një shekull, që nga dhjetori i vitit 1924, brezat të tërë legalistësh i kanë qëndruar besnik filozofisë zogiste dhe kauzës tonë mbretërore. Për kombë, për mbret, për shtet dhe për troje tona të lira etnike. Është detyrim moral dhe historik
për ne, bijt e tyre politik dhe shpirtëror, që të kujtojmë me respekt e minjohje të thellë ata që luftuan e sakrifikuan për këto ideale. Në këtë frym, në bashkëpunim me oborin mbretëror, princin e Kurorës Legajdit, kemi ndërmarrë projektin kombëtar Kthim tek rrenjët, frym legaliste, për të kujtuar dhe vlerësuar së bashku ajkën legaliste mbretërore në mbar Shqipërinë. Nuk është rastësi që këtë nismë detyruese tonën e nisim pikërisht këtu në Shkodër Mesjush. Shkodra ka qenë dhe mbetet vatër e fisnikërisë dhe e patriotizmit shqiptar, qendër e qendresës kombëtare dhe mbi të gjitha bastion i mbretërisë dhe i zogizmit. Ju falenderojmë. Këtu lindën e vepruan burra të mëdhenj, që në dhjetojën e vitit 1924 mundësuan triumfin e legalitetit dhe duke mbështetur Ahmet Zogun për të marrë në dorë fatet e vendit dhe të kombit tonë. Këtu u formuan njerëz që shërbyen me përkushtim në kohën e ndritut mbretërisë shqiptare në drejtimit e mbretit Zog për të ndërtuar shtetin e parë modern shqiptar. Dhe nga këtu dolën burra që gjatë luftës së dytë botërore themeluan lëvizjen e legalitetit dhe luftuan për liri, bashkim të kombëtar dhe mbrojtje të sovranitetit ton kombëtar. Nderim të veçantë për ato që në mërgim ose në heshtje të diktaturës komuniste mbajtën lart gjallë idealet e monarkisë shqiptare. Nderim dhe minjohje për ata që pas vitit 1991 në kohën e pluralizmit politik vijuan me përkushtim rrugën e legalitetit dhe të rikthimit të formës qeverisës monarki kushtetuese. Të nderuar pjesëmarrës, ne duhet të jemi krenar për historinë dhe origjinën tonë, por edhe më të vetëdijshëm për përgjegjësitë që na takojnë të mbajmë sot. Shqipëria ka nevojë për një qasje të re, për besim dhe vizion të ri. Vetëm të bashkuar dhe me besim në Zot mund të ndryshojmë këtë realitet, që Shqipëria të mos shpopullohet, por të ringjallet, që shoqëria jonë të shëndoshet dhe rinia të gjejë shpresën në atë dheun e vet. Ne, që përfaqësojmë të djatën tradicionale konservatore dhe nacionalizmin shqiptar, kemi detyrim të punojmë më fort për familjen shqiptare, për kombin ton, për atë dheun ton, për të bërë të mundur rikthimin e sistemit mbretëror si garanci për stabilitet, unitet dhe zhvillim kombëtar. Faleminderit për vëmendjen, Zoti e bekoft Shkodrën, shkodranët, Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Roft princi Kurorës, princi Leka i dytë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, brenda koalicionit të djathtë opozitar, sigla e legalitetit u përfaqësua suksesshëm. Në rezultat, por edhe në profil, nga politikani i ri vizionar, yll në ngjitje, Zoti Tet Kopliku. Kam nderin të ftoj për fjalën e tij përshëndetëse Zotin Kopliku. Në rrumë pjesëmarrës, në radhë parë ju kërkojmë njës për pamundësinë me u sistemu tanë për karrige, por kjo është edhe një lajm i mirë, sepse familjet konservatore, familjet që i kanë shërbyer kombit, kanë pasardhës dhe nuk ka asnjë sallë që na mën. I në rrumë Princ Leka, i në rrumë kryetar i legalitetit Zoti Shpetim Axhami, përfaqësues të Partisë Lëvizjes Legalitetit, pasardhës të familjeve që i kanë shërbyer këtij kombit, të në rrumë pjesëmarrës. Ju falenderoj në radhë parë për pjesëmarrjen. Duke njeh këtë dokumentar më kujtu një komentues kur po publikosha takimin e sotëm, i cili thote po dekoroni tradhtart. Ne në 45 vite tradhtart në ushiten si kombëtar më të mëj dhe njerëzit që i shërbynin kombit si tradhtar. Dhe e gjithë historia e njerëzimit është një betejë narrativash dhe detyra jonë është me bë me fitu narrativen tonë, pra.
ç'a ishte me të vërtet vlerat e kombit shqiptar. Mreti Zog erdhi në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë, menjëherë mas pavarësisë Shqipënia kaloi shumë momente trazinas, shumë momente anarkiet, dhe mreti Zog erdhi si një zgjidhje, po themi, mas feudalizmit më ndërtu institucionet e shtetit shqiptar. Në kohën e drejtimit mretit Zog, jo vetëm institucionet, por pasaporta shqiptare kishte vlerën më të madhe dhe kishte një besueshmëri tek institucionet e shtetit, tek drejtësia dhe patjetër ai ishte arkitekti i këtij vizionit, i cili u imponu një kohë shumë vështirë, sepse sot është shumë e thjeshtë me thënë rëndësinë e funksionimit të institucioneve, por një shtet dalën për një periudhë gjatë feudalizmit, analfabetizmit, me arrit me pas këtë vizion dhe me ju imponu një shoqënie totalisht përçame, totalisht fragmentizuar, me një influencë të jashtëzakonshme nga influencat e huaja, siç është edhe sot. Ky arkitekt i këtij vizionit pat mbështetjen absolute të familjeve tuaja, të familjeve tona, të cilat e mbështeten për më ardhmë në pushtet dhe me majt këtë pushtet deri në ardhjen e komunizmit. Personi që më komentote dhe thote që po dekoroni tradhtarët kishte në foto të profilit drapin e çakanin të sovjetikëve. Edhe dje sovjetik në ushqishin si revolucionar dhe her mas heret influencat e huaja të pa me të shmadhe me shifra, greke apo serbe ndikojnë deri nivelet më të larta të politikës shqiptare, duke bërë që një minoritet i vogël me drejtu kombin shqiptar. Qasja me opozitën, patjetër që figura e mretit Zog është një figurë shumë komplekse dhe metet historianëve mu vlerësu, megjithatë ka disa detaje të pakundërshtueshme dhe një prej këtyre rasteve është edhe Axha i babës tem, Ethem Kopliku, i cili jo gjithmonë ishte pra në mbështetje të mretit Zog, por vetëm fakti që ai shërbej institucioneve të shtetit, jo vetëm që u fal, por edhe u vlerësu për shërbimin që i bani shtetit, sepse për mretin Zog adheu ishte miq gjitha. Një intervistë para disa kohësh, një vend të Afrikës, është e çuditshme me krahasu Shqipërinë me Afrikën, por për sa i përket funksionimit të demokracisë nuk është shumë larg. U pyet për punën që po bën, pra për luftën që po bën me imperializmin atje apo neokolonializmin, dhe i thanë dakor, ti do bën një punë shumë të mirë, i thonë, por si do të qëndrosh gjallë, sepse tjerë para teje u ekzekutunin. Dhe e njëjta pyetje na shtrohet neve sot. Patjetër që vlen me u kujtu historia e paraardhësve tonë, por duhet me ditë edhe misionin që kena ne. Nuk është detyra jonë vetëm me uqa, që u persekutu me 45 vite, që vazhdojmë sot në 30 vite dhe ma shumë se 30 vite e djatha shqiptare persekutohet dhe marginalizohet, që mediokriteti ka kap majet e pushtetit në tanë skenën politike, në tanë drejtimet e institucioneve. Kriminaliteti dhe mosbesueshmëria e institucioneve është një nga faktorët kryesorë që përcakton pra rrjedhjen, ngjarjet e vendit tonë, shpopullimi, fragmentizimi, largimi më shumë se kurrë me Kosovën, cila është detyra jonë. Detyra jonë është më kujtu sa shumë jena, sepse rrallë mbledhen e kaq shumë dhe për këtë falenderoj Partinë e Lëvizjes Legalitetit për këtë organizim të mrekullueshëm dhe me na kujtu që pasardhësat aty në familjeve jena shumë dhe kena një mision. Jo vetëm Shkodra, Malësia Male, Postriba, Vaudejsi, Puka, Fusharzi, kanë njerëz që i kanë shërby këtij kombit dhe e dojnë vendin tonë. Për këtë arsye ne duhet me kenë dhe me i bë thirrje brezit tonë. Si mund të bëhet kjo? Kjo bëhet, këtu kena ndër me pas edhe rektorin e Universitetit Shkodrës, i cili patjetër ka edhe një mision të jashtëzakonshëm pra për me dhënë një orientim për dashninë ndaj kombit Universitetit Shkodrës, po kena edhe një rini e cila largohet, që unë i kisha bërë një thirrje që duhet më kthy dhe duhet me insistu për me pas akses në vendimmarrje, dhe kjo ndodh nëpërmjet politikës, nëpërmjet angazhimit politik. Në një kohë kur edhe në nivel ndërkombëtar, pra wokizmi, fragmentizimi, largimi nga vlerat konservatore është më shumë se kurrë i fortë, ne duhet bëjmë të lundrojmë kundër rryms pra, për me u kthy tek vlerat universale që ishin vlerat djetë mretit Zog, po mundën me kenë edhe nesër, edhe sot, pra themi që jemi në kushtet e Republikës, vlerat kombit shqiptar. Për mas më zgjat dhe me i lanë vend besoj ndamjes dekoratave,
Unë ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe uroj shumë që ne të lidhena, jo vetëm në këto takime, po të lidhen në një angazhim serioz për me kenë pjesë e vendimarrjes jo vetëm qytetin tonë, por në gjithë Shqipërinë, dhe jo me kenë të marginalizuar dhe një grupim njerëzish që përfaqëson pra shtyllat e kombit shqiptar, me kenë një pjesë e shoqërisë që vetëm qahet dhe konstaton pse ne nuk jena në vendimarrje pra. Dje kena treguar që ne mundena me ndërtu shtetin shqiptar në formën më të mirë të saj, në formën më dinjitoze, dhe ky gjë duhet me bëhet edhe sot. Dhe detyra kryesore është e brezit me brezit më të ri dhe unë gëzohem që këtu ka shumë të rinj në sallë. Lavdi kombi shqiptar e Zoti laftësoft emrin dhe veprën e mretit Zog ashtu siç ai lartësoi emrin e Shqipënisë dhe Zoti bekoft kombin shqiptar dhe shpresoj që një ditë bashkohena rreth vlerave më të larta njerëzore. Faleminderit për fjalët. Mund të them se koha mbretit Zog mbetet koha më e lavdishme. Familja mbetërore mbetet krenari, por në njëjtën kohë edhe një aset kombëtar shumë i madh. Mbretëria është trashëgimi, prandaj ne sot gjithë urojmë, punojmë dhe besojmë se kjo trashëgimi, si një e drejtë dhe e domosdoshme, shpejt do të kthehet në Shqipëri, nëpërmjet princit të kurorës Lejka II. Ftojmë në fjalën e tij përshtatëse lartmadhërinë e tij. Faleminderit shumë. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur bashkëkombës, të nderuar qyteti e Shkodrës. Është një nder e veçantë për mua të jem sot në këtë qytet që ka luajtur një rol aq të rëndësishëm në historinë dhe shpirtin kombëtar të shqiptarëve. Shkodra ka qenë gjithmonë një vartët e kulturës, e besimit dhe e qendresës. Një shembull i gjallë i bashkëjetesës dhe dinjitetit kombëtar. Në fakt, fjalimi tim është shumë i gjatë. Edhe flet për lidhjet historike që ka familja mbretërore me Shkodrën. Duke filluar që në Kongresin e Lushnjës, ku mbreti Zog ka qenë ministër brendshëm dhe pastaj prefekti ose guvernatori i Shkodrës. Flet për dashurinë që ka pasur Shkodrën për familjen mbretërore dhe anësillësën. Për luftën e Koplikut dhe kontributjet të gjithë shqiptarët që kanë luftuar për kufirit, për lirinë dhe forcën kombëtare. Ndoshta fjalimin tim është pilotuar nga një antar të oborit mbretëror që ka punuar me shumë sakrifisë, ndoshta ka punuar ChatGPT. Por unë mund të them një gjë të sinqertë, që fjalimin tim nuk mjafton të tregoj atë që ndjej unë për Shkodrën. Unë kam ardhur këtu jo për të bërë politikë, as për të shprehë njohurinë time për historinë e vendit tonë. Unë kam ardhur këtu vetëm për të shprehur me njohjen edhe një falëndrim të veçantë për të gjithë juve zogistët që keni çudruar pranë familjes time. Kemi rektorin e universitetit, dhe faleminderit shumë, rektor që i keni ardhur. Kemi Ted Kopliku që brëm kemi qenë në zonën e Postribës dhe kemi bestuar gjatë për situatën, për politikën, për angazhimet të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në qytetin tonë. Dhe shpesh jam lënë pa fjalë. Juve keni qëndruar gjithmonë me besnikëri dhe nuk keni ulur asnjëherë kokën dhe dëshirën të mirë në vendin tonë. Prandaj edhe një herë nuk do të sqat më tepër. Të falenderoj edhe do të kërkoj që edhe kryetari nëpërmjet këtë aktivitet kaq të vyer për kontributin tonë, do të kaloj Partisë Lëvizjes Legaliteti që ato kanë bërë vlerësimet gati, po siç i thash, fjalët janë tepër të varfra. Ju falenderoj përzemërsisht, ju uroj sukses dhe të mbasi për Shkodrën. Faleminderit shumë që keni ardhur edhe ju kërkoj shumë ndjes për juve që jeni në këmbë. Ndoshta do të bëjmë vrejtje pjesë e protokollit, po në këtë rast nuk është protokolli i oborit, por është legaliteti, prandaj bëni vrejtjen tuaj, siç duhet. Edhe një herë faleminderit edhe me shumë respekt, edhe me njohje.
Në prag të dhënies së dekoratës, por në të njëjtën kohë një vajzë, një grua që përfaqëson një grup njerëzish që u vranë, u internuan, u lindën dhe u rritën në internim, besoj që Ridvana Mema është ajo që mund flasë më së miri për këtë temë, për dhimbjet dhe gjithçka që pati populli, por një të njëjtën kohë edhe ajo dhe familja e saj. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ridvana Mena, i nderuar lartësia juaj Princ Leka, i nderuar kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit zoti Shpëtim Axhami, të nderuar familjar të legalistëve të dekoruar, i nderuar zoti Ted Kopliko, të nderuar mbretëror, të nderuar miqë të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu me nderim të thellë për të kujtuar bind më të mirë të Shqipërisë, ata legalistë që u vranë, u burgosën dhe u persekutuan gjatë viteve të errta të diktaturës komuniste. Ata që zgjodhen dinjitetin përpara frikës dhe atdheun përpara jetës së tyre. Sot në këtë ditë nderimi dhe kujtese, me këtë akt fisnik dhe mjaft vlerësues të Partisë Lëvizja e Legalitetit dhe të Princit të Kurorës Leka i dytë, ne rikthejmë vendin e merituar në histori burrave që nuk u përkulën para diktaturës, por mbetën të patundur në besimin e tyre ndaj Shqipërisë, lirisë dhe mbretit. Legalistët antikomunist ishin dhe mbeten bijtë më të ndershëm të këtij kombi, ata që zgjodhen rrugën më të vështirë, por më të drejtë. Ata që nuk tradhtuan kurrë parimet me të cilat ngrihet një kombi vërtet, nderi, besimi në Zot dhe dashuria për atdheun. Kur themi legalist, kemi thënë antikomunist. Dhe kur themi antikomunist, kemi thënë vlerë të këtij kombi. Këto janë vlerat e legalistëve. Dekoratat që jepen sot nuk janë thjesht medalje, janë shenjë mirënjohje dhe him për integritetin njerëzor të gjithë të rënëve për atdhe. Me këtë akt, familja mbretërore dhe Partia e Legalitetit dëshmojnë se vlerat e legalitetit, si dinjiteti, liria dhe përkushtimi ndaj kombit, janë po aq të gjalla sot sa në ditët e sakrificës. Në emër të gjithë atyre që nuk janë më dhe në emër të brezave që trashëgojnë idealin e tyre, ne shprehim respektin dhe mirënjohjen më të thellë. Sot, kujtesa jonë bëhet urë mes të kaluarës dhe të ardhmes, mes dhimbjes dhe shpresës. Le të jetoj kujtimi i tyre, le të ndriçoj shembulli i tyre dhe të vazhdojmë të ndërtojmë Shqipërinë me dinjitetin legalist dhe antikomunist për të cilën ata jetuan e ranë. Lavdi legalistëve antikomunist. Rroft Shqipëria etnike. Dhe sa më shpejt me princin Leka i dytë në fron.